Horoskopi ditor, e shtunë, 1 nëntor 2025. Dashi. Mund të ndjeni një dëshirë të fortë për të filluar projekte të reja, ose për të ndërmarrë hapa të guximshëm drejt qëllimeve tuaja. Fal ndikimit të Marsit, planetit tuaj sundues. Megjithatë, sigurohuni që të mos nxitoheni në vendime pa marrë parasysh të gjitha aspektet. Entuziazmi juaj është ngjitës, por mos harroni të jeni të kujdesshëm dhe të planifikoni me kujdes. Komunikimi me kolegët dhe e prorët do të jetë thelbësor. Prandaj praktikoni durimin dhe artikuloni mendimet tuaja qartë. Në frontin personal, marrëdhëniet mund të kërkojnë vëmendje shtesë. Sigurohuni që t'i dëgjoni nevojat dhe pritjet e të dashurve tuaj. Sa i përket shëndetit, nivelet tuaja të energjisë janë të larta, duke e bërë këtë një kohë të mirë për të angazhuar në aktivitete fizike që mund të përmirësojnë mirëqenien tuaj. Theksoni vëmendjen dhe bëni pushime të shkurtra për të rimbushur në mënyrë efektive. Deri në mbrëmje, ndikimi hënor inkurajon vetanalizën, duke paraqitur një mundësi për të reflektuar mbi vlerat dhe prioritetet tuaja. Ushqeni veten tuaj të brendshme për ekuilibër dhe harmoni të përgjithshme. Demi. Yjet tregojnë një ditë me ndryshime delikate, që kërkojnë që ju të jeni fleksibël dhe të adaptueshëm. Ndërsa Venusi hedh aurën e saj të butë mbi shenjën tuaj. Përqendrohuni në kultivimin e marrëdhënieve personale dhe kultivimin e harmonisë në shtëpi dhe në punë. Perspektivat financiare duken premtuese. Megjithatë është e mençur të ecni me kujdes me investimet ose blerjet e rëndësishme. Peshoni me kujdes mundësitë tuaja para se të angazhoheni. Komunikimi është i theksuar sot. Shprehni mirënjohje dhe vlerësim për të forcuar lidhjet. Nëse lindin konflikte, përpiquni të shihni situatat me empati dhe takt. Në frontin e shëndetit, është e dobishme të angazhoheni në aktivitete qetësuese si yoga ose meditimi për të luftuar stresin dhe për të rritur qartësinë mendore. Lini më një kohë për kujdesin ndaj vetes, duke u siguruar që nevojat tuaja fizike të përmbushen. Mbrëmja sjell një atmosferë kontemplative, duke paraqitur një kohë të përsosur për të mbajtur një ditar ose për të reflektuar mbi qëllimet personale. Kërkoni gëzim në gjërat e vogla dhe shijoni momentet e paqes ndërsa ato shpalosen gjatë gjithë ditës suaj sot. Binjakët. 1 nëntori 2025 sinjalizon një ditë me shkëmbime dinamike dhe mundësi të larmishme. Merkuri, planeti juaj udhërrëfyes, rrit aftësitë tuaja analitike, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për të marrë me detyra komplekse ose për të zgjidhur çështje të mbetura pezu. Megjithatë, shmangni shpërndarjen e energjisë suaj në shumë aktivitete. Përqendrohuni në prioritete për ndikim maksimal. Ndërveprimet shoqërore lulëzojnë ndërsa sharmi dhe zgjuarësia juaj tërheqin vëmendje pozitive. Rrjedhëzimi mund të çojë në lidhje të reja profesionale. Prandaj jeni të hapur për të angazhuar me perspektiva të ndryshme. Ndërsa mendja juaj është plot me ide, mos harroni t'i bazoni ato në hapa praktik. Në frontin personal, bisedat kuptimplote mund të thellojnë marrëdhëniet, duke sjellë mirë kuptim të ndërsjellë. Nga ana shëndetësore, mbajtja e një rutine të ekuilibruar është thelbësore. Përfshini si stimulimin mendor ashtu edhe aktivitetet fizike për mirëqenie holistike. Ndërsa afrohet mbrëmja, kreativiteti lulëzon, kanalizojeni atë përmes artit, shkrimit ose muzikës. Përqafoni momentet e qetësisë për të rilidhur me intuitën dhe mençurinë tuaj të brendshme. Gaforria. Sot thekson thellësinë emocionale dhe njohuritë introspektive. Ndikimi mirë dashës i hënës rrit ndjeshmërinë tuaj, duke ju nxitur të kërkoni ngushëllim në një mjedis të njohur dhe të thelloni lidhjet me të dashurit. Jepini përparësi kujdesit për veten duke ushqyer trupin dhe mendjen tuaj me aktivitete të shëndetshme. Përpjekjet profesionale duken të qëndrueshme. Megjithatë durimi është qelësi për të kapërcyer çdo pengesë. Mbështetuni në intuitën tuaj për të lundruar në situata komplekse me hir. Financiarisht merrni në konsiderat një qasje konservatore, duke shmangur rreziqet në favor të stabilitetit. Mund të lindin diskutime familjare, të cilat kërkojnë diplomacinë tuaj të butë për të ruajtur harmoninë. Në çështjet e zemrës, komunikimi i hapur pasuron lidhjet, duke nxitur mirëkuptimin e ndërsjellë. Pranoni cenueshmërinë si një forcë, duke ftuar autenticitetin në të gjitha ndërveprimet. Në frontin e shëndetit, angazhohuni në aktivitete që qetësojnë shpirtin tuaj, të tilla si kopshtaria, gatimi ose shijimi i qetësisë së natyrës. Kanalizoni energjinë tuaj ushqyese në ndjekje krijuese, duke i lejuar vetes të ëndërroni dhe të manifestoni aspiratat e ardhshme. Luani. Përgatituni për një ditë të mbushur me energji të gjallë dhe mundësi potenciale. Rreshtimi i diellit me Plutonin transformues sinjalizon një fazë ripërtëritjeje dhe vetëzbulimi.
Përqafoni cilësitë tuaja të leadershipit për të frymëzuar ata përreth jush. Megjithatë, sigurohuni që vendosmëria juaj të mos i errsojë të tjerët. Përpjekjet bashkëpunuese japin rezultatet më të frytshme, duke nxitur inovacionin dhe përparimet krijuese. Përpjekjet financiare duken premtuese dhe është një kohë e mirë për të eksploruar investime të reja, me kusht që të keni bërë kërkime të plota. Në frontin personal, karizma juaj shkëlqen, duke tërhequr admirim dhe dashuri. Takimet romantike mund të thellohen, duke ofruar momente lidhje të thellë. Sa i përket shëndetit, vitaliteti juaj është i lartë, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për të krijuar ose intensifikuar një rutinë ushtrimesh. Energjia është e bollshme, prandaj kanalizojeni atë në ndjekje që sjellin gëzim dhe përmbushje. Ndërsa dita përfundon, introspeksioni zbulon njohuri mbi qëllime dhe vizionet tuaja personale. Përqafoni ndryshimin si një rrugë drejt rritjes dhe fuqizimit personal sot. Virgjëresha. 1 nëntori 2025, ju fton të angazhoni aftësitë tuaja analitike dhe vëmendjen ndaj detajeve. Merkuri rrit aftësinë tuaj për të zgjidhur probleme komplekse, duke e bërë atë një ditë produktive për zgjidhjen e sfidave në punë. Organizimi është aleati juaj. Përdorni lista dhe plane për të arritur objektivat tuaja me efikasitet. Jini të vetëdijshëm për perfeksionizmin, duke u siguruar që ai të mos pengojë progresin tuaj. Mund të lindin biseda financiare dhe është e kujdesshme t'i qaseni atyre me mendim dhe konsiderat të kujdesshme. Në frontin personal, perspektiva juaj praktike ndihmon në kultivimin e marrëdhënieve, duke ofruar këshilla dhe mbështetje të vlefshme për të dashurit. Komunikoni hapur për të nxitur besimin dhe mirëkuptimin. Sa i përket shëndetit, përfshini praktikat e vetëdijes që rrisin qartësinë mendore dhe zvogëlojnë stresin. Balanconi punën me pushime freskuese për të ruajtur mirëqenien e përgjithshme. Ndërsa mbrëmja zhvillohet, gjeni ngushëllim në aktivitete krijuese ose hobi që nxisin gëzim. Reflektoni mbi arritje dhe riorganizoni strategjitë për ditët në vijim, duke ushqyer potencialin tuaj për rritje. Peshorja. Ndikimet qiellore të sotme theksojnë harmoninë dhe dinamikën e marrëdhënieve. Venusi ju udhëzon të nxjisni ekuilibrin brenda ndërveprimeve tuaja, si personale ashtu edhe profesionale. Është një kohë ideale për të rregulluar gardhet ose për të forcuar lidhjet ekzistuese përmes komunikimit të ndershëm dhe kompromisit. Sharmi dhe diplomacia juaj e lindur mund të zbusin tensionet, duke nxitur njëkohësisht mirëkuptimin e ndërsjellë. Financiarisht, peshoni me kujdes opsionet tuaja përpara se të merrni angazhime. Durimi dhe pragmatizmi janë aleatët tuaj. Mbledhjet shoqërore mund të paraqesin mundësi për rjetëzim. Prandaj përqafoni lidhjet që frymëzojnë dhe mbështesin aspiratat tuaja. Nga ana shëndetësore, kërkoni ekuilibrin duke përfshirë si relaksimin ashtu edhe aktivitetin në ditën tuaj, duke ushqyer mirëqenien fizike dhe mendore. Reflektoni mbi bukurinë përreth jush, duke gjetur frymëzim në art ose natyrë. Mbrëmja inkurajon reflektimin personal, duke ofruar një moment për të vlerësuar qëllimet dhe aspiratat personale. Përqafoni këtë njohuri për të kultivuar një harmoni më të madhe në jetën tuaj, duke i parafruar veprimet me vlerat për paqe të brendshme dhe përmbushje. Akrepi. Sot është i mbushur me intensitet dhe potencial për transformim. Rreshtimi i diellit me Marsin thekson pasionin dhe shtysën tuaj, duke e bërë atë një ditë të fuqishme për ndjekjen e qëllimeve. Shfrytëzojeni këtë energji me përgjegjësi, duke u kujdesur që të mos bëheni tepër të fiksuar ose dominues. Përpjekjet profesionale përfitojnë nga të menduari strategjik dhe veprimi fokusuar. Përshtatni planet sipas nevojës për të përshtatur me rrethanat në ndryshim. Çështjet financiare kërkojnë shqyrtim. Ndani burimet me mençuri duke shmangur vendimet impulsive. Në marrëdhëniet personale, thellësia dhe qartësia juaj emocionale nxisin dialogje dhe lidhje kuptimplote. Lejoni që cenueshmëria të rrisë intimitetin dhe mirëkuptimin e ndërsjellë. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj në dalje fizike si ushtrimet, duke u siguruar që tensioni të lirohet në mënyrë konstruktive. Përqafoni teknikat e relaksimit për të ruajtur ekuilibrin e përgjithshëm. Ndërsa dita ikën, vetmia ofron një pasqyrë të vlefshme mbi dëshirat dhe motivimet personale. Reflektoni mbi arritjet e kaluara për frymëzim, duke ju shtyrë drejt qëllimeve të ardhshme transformuese dhe të qëllimshme. Shigjetari. 1 nëntor 2025 frymëzon një kërkim për njohuri dhe aventurë, fal ndikimit energjik të Jupiterit. Kurreshtja juaj nxit një dëshirë për të eksploruar horizonte të reja, qoftë përmes udhëtimit, studimit apo shkëmbimeve kulturore. Përqafojini këtë mundësi,
pasi ato pasurojnë perspektivën tuaj dhe zgjerojnë të kuptuarit tuaj. Përpjekjet profesionale përfitojnë nga pikpamja juaj vizionare. Ndani ide dhe bashkëpunoni me kolegët për të nxitur inovacionin. Perspektivat financiare duken të favorshme, por mbani një qasje të ekuilibruar ndaj investimeve. Në marrëdhëniet personale, angazhohuni në biseda me zemër të hapur, duke ndarë ëndra dhe aspirata për lidhje më të thella. Sa i përket shëndetit, vitaliteti juaj është i gjallë. Përfshini aktivitete të ndryshme që stimulojnë si trupin ashtu edhe mendjen. Ndërsa dita kalon në mbrëmje, reflektimi i qetë ofron qartësi dhe depërtim në rrugën tuaj më të gjerë të jetës. Konsideroni vendosjen e qëllimeve për rritje dhe zgjerim, duke u parafruar me shpirtin tuaj aventuresk. Kërkoni gëzim në spontanitet dhe përvoja të reja, duke u hapur ndaj bollëkut dhe mundësive që shpalos udhëtimi i jetës. Britsjapi. Sot thekson stabilitetin dhe progresin gradual. Ndikimi i qëndrueshëm i Saturnit inkurajon planifikimin dhe disiplinën e kujdesshme në përpjekjet tuaja. Përqendrohuni në strategji praktike që ndërtojnë dhe mbështesin rritjen. Këmbëngulja juaj është një aset i vlefshëm. Në punë, qasjet e orientuara drejt detajeve japin rezultate të forta. Prandaj ruani standardet tuaja të larta të zakonshme duke mbetur të hapur ndaj reagimeve. Financiarisht, vlerësimet e kursimeve dhe investimeve ju udhëzojnë drejt vendimeve të përgjegjshme. Marrëdhëniet kërkojnë kujdes. Gjeni kohë për të lidhur dhe komunikuar me të dashurit, duke theksuar mbështetjen dhe besueshmërinë. Sa i përket shëndetit, vendosni rutina që rrisin mirëqenien, duke kombinuar aktivitetin fizik me praktikat restauruese. Përqafoni aktivitetet në natyrë për rigjenerim dhe vendosje në themel. Ndërsa mbrëmja afrohet, reflektimi personal mbi arritje dhe qëllimet afatgjata nxit motivim të ri për të rirë. Përputhni veprimet me ambiciet, duke përgatitur terrenin për sukses të vazhdueshëm. Përqafoni durimin dhe moderimin si çelësa për të arritur progres të qëndrueshëm dhe përmbushje në të gjitha fushat e jetës këtë ditë. Ujori. Më 1 nëntor 2025, shpirti juaj inovativ dhe ndërgjegjësimi shoqëror janë në qendër të vëmendjes. Urani, sundimtari juaj, rrit vizionin tuaj, duke ju nxitur të eksploroni zgjidhje dhe perspektiva jo konvencionale. Angazhohuni në punë ekipore për të krijuar ide dhe për të zbatuar ide krijuese në punë. Qasja juaj unike frymëzon të tjerët, duke ndezur entuziazmin dhe inovacionin kolektiv. Financiarisht, vlerësoni mundësitë me kujdes përpara se të merrni angazhime. Prioritizoni ato që përputhen me qëllimet afatgjata. Ndërveprimet shoqërore lulëzojnë, duke ofruar mundësi për të lidhur me individ me mendje të ngjashme që ndajnë vlerat tuaja. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në ruajtjen e ekuilibrit duke integruar aktivitetin fizik me teknikat e relaksimit mendor, duke promovuar harmoninë e përgjithshme. Ndërsa dita përfundon, introspeksioni nxjerr në panjohuri dhe aspiratat personale. Reflektoni mbi kontributet tuaja në komunitetin më të gjerë dhe si mund të nxjisni ndryshime pozitive. Përqafoni individualitetin dhe pikpamjen tuaj vizionare, duke vendosur një kurs për ndikim dhe përmbushje, si personalisht ashtu edhe në botën e gjerë përreth jush sot. Peshqit. Energjitë qiellore të sotme ndriçojnë kreativitetin dhe ndjeshmërinë emocionale, ndërsa ndikimi i Neptunit rrit imagjinatën dhe empatinë. Përqafoni përpjekjet artistike. Shprehja e vetes përmes mjeteve krijuese sjell gëzim dhe përmbushje. Në sferat profesionale, njohuritë tuaja intuitive dëshmohen të paçmueshme. Besoni instinkteve tuaja për të udhëhequr vendimet. Bashkëpunimet lulëzojnë kur përqafoni natyrën tuaj të dhëmshur, duke nxitur marrëdhënie pune mbështetëse dhe harmonike. Këshillohet kujdes financiar. Monitorimi i kujdesshëm siguron stabilitet. Në çështjet personale, komunikimi i hapur thellon lidhjet, duke lejuar që cenueshmëria të forcojë lidhjet. Nga ana shëndetësore, përqendrohuni si në mirëqenien emocionale, ashtu edhe në atë fizike. Pastroni mendimet tuaja përmes meditimit ose kontemplacionit, duke gjetur paqe brenda. Mbrëmja fton kohën e kaluar me të dashurit, duke krijuar kujtime të çmuara. Reflektoni mbi ëndrat dhe aspiratat, duke i përshtatur ato me dëshirat e vërteta të zemrës suaj. Përqafoni fuqinë transformuese të imagjinatës, duke besuar se natyra juaj e dhëmshur dhe kreativiteti do t'ju udhëheqin drejt përmbushjes së potencialit tuaj më të thellë sot. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.